Rikthehemi sërish në studio, do të shkojmë në këtë moment e drejt për drejt me kolegun Mariglen Kume, i cili është tani tek selia e Partisë Demokratike, ose janë nisur Kume drejt kryeministrisë protestuesit dhe zoti Berisha? Alda, zoti Berisha së bashku me një grup deputetësh dhe mbështetësit e tij demokratët janë nisur drejt kryeministrisë, drejt bulevardit të Shmorët e Kombit, aty ku kanë thirrur protestën kundër kryeministrit Edi Rama. Reshjet e shiut në fakt që ishin pak më përpara bën që protesta dhe zoti Berisha të dilte 30 minuta me vonesë nga selia e Partisë Demokratike, pasi ditën e sotme protesta ishte lajmëruar që të niste në orën 17:00 para kryeministrisë. Atëherë ditën e sotme është parashikuar që 6 folës të ngjiten në foltoren e ngritur para kryeministrisë, të cilët do të mbajnë fjalimet e tyre me mesazhet kundër qeverisë dhe mazhorancës, dhe më pas i fundit që do të flasë do të jetë Sali Berisha. Pas fjalimeve vendin do ta zerë, po themi, aktet ose kundër përgjigja e qytetarëve ndaj godinës së kryeministrisë, ku sigurisht është parashikuar sipas burimeve që do të ketë sërish koktej Molotov, por edhe mjete piroteknike që do të hidhen drejt kryeministrisë. Pra, ku me mund themi që do të shohim të njëjtin skenar siç pam edhe në protestën e para? Pikërisht mbase doza mund të jetë edhe më e lartë, ndërkohë që edhe nga ana tjetër nga policia e shtetit janë marrë masat, po themi, para se të niste protesta, një numër i madh punonjësësh policisë janë humblodhën në kryeministri, po ashtu automjetet të cilat bëjnë të mundur shpërndarjen e qytetarëve përmes ujit janë pozicionuar në kryeministri, gati pra për të marrë urdhrin nga eprorët e tyre për të bërë të mundur shpërndarjen e turmës. Ndërkohë që një element i cili në fakt duhet theksuar pas ngjarjeve që ndodhen në protestën e kaluar, kordoni metalik i vendosur para kryeministrisë këtë herë ishte përforcuar duke vendosur më shumë elemente hekuri në mënyrë që të mos shkëputën dhe të mos çajnë më pas kordonin e policisë, të cilët vendosen pas hekurave. Megjithatë, mbetet për të parë se si do të marrë, po them, rrjedha ditën e sotme, por sipas të gjithave informacioneve, protesta do të jetë përqendruar nga kryeministria në kryesinë në drejt parlamentit, dhe po ashtu në të tillë forme është organizuar edhe policia, duke vendosur grupe të gatshme të policisë për të përballur, po them, ose për të garantuar sigurinë e institucioneve publike. Pra është paracaktuar, le të themi, edhe se kush do të mbajë fjalime, kush do të flasë dhe cila do të jetë edhe rruga që do të shkojë më pas, pra pasi të mbarojnë edhe fjalimet drejt parlamentit, është po e njëjta gjë që kemi parë edhe në protestën e 24 janarit. Mirë, Kume, nëse do të kemi të reja, po? Dohet të thoshe në fakt për personat të cilë do të ngjiten që është parashikuar që të jetë zoti Ali Mehmeti, që do të marrë fjalën atje, do të jetë nënkryetari i Partisë Demokratike Agron Gjekmarkaj, do të jetë një nga Desada Xhetani, një antar së forumit të Partisë Demokratike, dhe në fund më pas marrë fjalë Berisha dhe njësoj si herën e kaluar pasi ai të përfundoi së foluri, do të jetë momenti i aksionit. E qartë. Mirë, Kume, faleminderit, do të kemi sërish komunikime të drejtë për drejta së bashku, ndërkohë që është vendosemi me planet e drejtë për drejta edhe që vinë